Ju keni stallën me bakti? Po, stallën me bakti, kam 200 koktejle dhe 100 qerra. Nuk arritët të merrit masa para prake? Nuk i nxorën dot se nuk dinin ato mana, erdhi ujtë me forca ti dhe nuk mund t'i nxirrim dot më. Çfarë kërkoni tani? Kërkoni që ata të evakuohen me njerë? Tiki kam çonin aty sa burrin, ti lan delet. Keni kontaktuar me bashortin e djalin tuaj? Kam telefonat këtu. Pra nuk e dini se si është gjendja e tyre? Jo, nuk e di fare çfarë është edhe. Dua të ti shikoj. Blidi tiki. Prej ditës së djeshme ka filluar ditardhja deri e lumit që andej janë shkuar gjenaturat dhe po përmbetmi. Presim nga qasin të largojmë rektorinë, se akoma se kam shpërngulur. Është hera e parë që Hera ndodhen në e këtë parë situatë? jam 53 vjeç dhe s'mbaj mend. E kupton të tillë përmbytje në këtë zonë se nuk po mirëmbahen fare gjenaturat, asnjë lloj për këtë zonë as po bëhet asnjë fare. Çfarë baktish keni saktë? Po kam një 7 koklop atë. Kam viça. Viçat e ka futur te një shtëpi e vjetër, vesh pak më lart ajo aty. Inshallah me shpresë Zotit, nuk e dim çfarë do të Jeni njoftuar për marrjen e masave paraprake që të evakuoni baktit? Jemi njoftuar për njëherë nuk më ka hyrë akoma ujë në stall. Ka përmbytur tokën prapë dhe jam nga dishmëri. Për gjatë gjithë natës keni qëndruar nga dishmëri? Komplet i zgjuar gjithë natën. Gjithë natën i zgjuar. Se tani atë që kemi ndërtuar kaq vite na e merr fete dhe s'kemi çfarë bëjmë. Po, ne mojmë njëri tjetrin këtu atje, lirojnë të heqim baktit, të heqim nga vendet janë mbytur, të nxjerrim vende më të talla. Jeni njoftuar për të marrë masa paraprake? Çfarë masa do marrim? Të largonit baktit ju vetë? Po baktit do t'i largojmë se na dhimbse neve ato, se s'kemi çfarë bëjmë, se mezi kemi vënë ato. Ju kanë njoftuar më përpara? Po çka kanë njoftuar këtu? Kush do të njoftojë? Asnjë gjë fare. Ushtria ju ka ardhur në ndihmë për të nxjerrë baktit nga? Po erdhi ushtria në ndihmë, po kur erdhi ushtria, ishin nxjerrë mbi gjysmë të vetën. Po normale prap, sa do ndihmë ishte ajo kur erdhën ata. Atëherë si duket situata, vazhdojnë të rritet niveli? Niveli vazhdon të rritet me minuta. Nuk ka shenja fare për rënje. Edhe është në shtim e sipër. E prisnit që të kishte një tendencë të tillë në rritje? Ishte kaq i rrezikshëm? Po kaq neve s'kemi parë ndonjëherë, tani siç e shikoni edhe vetë. Ku do që të hedhësh syt? Vetëm ujë. Është vetëm ujë. Sketa di bërë, hidrovori që punon andja, sa do përballojnë ai që fitin kalojnë det. Deti deri dihet ishte në drek, ishte në këmbë. Filloi deti me teren, sa do, po prap sa ku do gjithë ujë, se ka shumë prurje. Hidrocentrale letë që shkarkojnë andje ku do vjen ujë. Zotin e madhit edhe është çobani andeja. Po ne si dim ka 3 ditë pa ngre papire se dim ku janë. Ka vajtur Ne duam njëri ti nxjerrim atë se di ku ndodhen fiks fare. Po në telefon keni ka rritur? Jo, s'kam bateri tani. Çish do lidhej? Keni frikë për jetën e tyre? Po normal. Se lop spaqjanë do të dinë njerëzit. Çfarë kërkoni sot tash? Ne duam një farë rrugë zgjidhje dhe ti marrim. Atë duam. S'do mos gjë tjetër. Marrin tani po shpëtoj, nuk shpëtoj. S'di çfarë themi. Kryesori është jeta. Ora një mundësi, çfarë tjetë e mundësishme, nevojshme të vetë marrim njerëzit, atë duam. S'po kërkojnë gjë më shumë. Pra janë 2 persona. Po, janë 2 veta, është i Zoti i Madhi dhe çobani. Tani nuk po shikojmë ne për baktit. Ne duam të shpëtojmë njerëzit aty. Kjo është arsyeja. Njerëzit tuaj ku ndodhen? Njerëzit janë det, Sa persona ndodhen? 2 persona. Ata janë në stalla, në banesa ku? Jo, janë Buzdetit. Atje ku kemi nxjerr lopët. Dhe prisni që ata të dalin tani me mjet Po, të ushtrisë. vajtëm dia për t'i nxjerr vet, nuk mundëm se ishte çarar natura dhe nuk mundëm sot morëm gomone për të hyrë. Kjo është puna. Njerëzit janë evakuar ata që Jo, nuk janë evakuar, janë aty një. S'ka vajtë njëri në S'ka vajtë njëri, po bëj 3 ditë që nuk kanë ardhur. Lan njerëzit në det aty, pa gjë. Kemi 200 ca kokë bakti aty. Lop. Kërkoni që t'i evakuoni dhe ato? Normal është, edhe lopët edhe po kryesori janë njerëzit, dalin njerëzit. Ndihen të rrezikuar njerëzit atje? Janë njerëzit të rrezikuar, por nuk dim gjën ç'a bëhet. Ne Jeni kemi njoftuar për masa paraprake apo erdhi pa pritur? Nuk na kanë njoftuar njëri. Tani ne nuk e prisim këtë gjë. Kjo që me diell. Ditë me diell u bë përmbytje.
Ju mbani mund në njërë përmbytje të tilla në fshat? Ky para një muaji. Ne i kemi i nxorëm se parashikuam i nxorëm baktit jashtë edhe dolëm edhe zvendçojshëm. Një ditë vini ja unë, një ditë rrinë me çobanin atje. Tani ne duhet nxjerrim njerëzit e para punës gjatë ditës. Kjo është arsye, ju faleminderit. Si është situata këtu? Akoma te shtëpia ime nuk ka arritur ujë, por problemi qëndron vetëm këtu që po merr rritje akoma niveli i ujit. Po vjen akoma rritet uji. Rreshtit kanë pushuar, pse po ju përmbytësemani? Se dim vetëm nga çfarë gjenatura po vjen goxha prurje nga ajo pjesë. Si i kaloni orët, ditën, natën, çfarë do bëni? Ja zgjuar vetëm presim. Vetëm presim. Nga kush pret? Po tani organet kompetente duhet marrin masa çik më shumë për këto gjëra. Çfarë prisni ju nga shteti? Po çfarë presim? Bëhet më e mira për fshatin. Nuk është se po presim në gjë të madhe. Ujin që po shikon situatën? Nuk po tentoj të kaloj ujin, se uji nuk kalohet me. Po është bërë shumë gjendje vështirë. Se qa do bëhet, Zoti e di. Çfarë ju është përmbytur juve? Me hektar tokë. Tërë toka që kanë mbjell është përmbytur. Shpëtojmë vetëm shtëpiat na kanë ngel tani që të shpëtojnë. Se toka bujqësore është përmbytur tërë. Si ju erdhi përmbytja ju? E befasnishme. Ne nuk prisnim që të vinte përmbytje, faktikisht. Po shkarkimet e denura që kanë mbi kapacitetin e mbajtjes të numit, e bëri dhe përmbytjen. Kush ju ka ardhur në ndihmë? Ata këtu janë, si e i kryetari komunës që quhet, këtu janë, po çfarë do bëjnë? Duhesh marrë masat akoma më përpara. Ku e keni kaluar orët e natës e të ditës? Me të zënë në një prit, në një gjë, vetëm këte kemi bërë, nuk kemi çfarë të bëjmë me. Është gjë e pa parashikueshme. Mbushet? Sa? Kjo 20, 40, 60 ton. Ja një sekundë. Ok, ma dia matanza.